Jo më parë, një lloj i mishit të bardhë i importuar nga Brazili është bllokuar në Shqipëri pasi u konfirmua prania e salmonelës në mish. Në Shqipëri u raportua se mishi me emrin Kapakol përmban salmonel. E i njëjti lloj i mishit, pra e njëjta firmë që prodhon këtë mish, bile me zbritje shitet në marketet e Supervivës. Më saktësisht, mishi është në zbritje prej 10,19 cent në 7,99 cent dhe zbritja në fjalë gjatë 3 ditë. Kolegët e portalit kanë kontaktu me njërin nga përgjegjësit e kompanisë Superviva për të i pyetur më shumë rreth kësaj, pasi Superviva ka vendosur në zbritje llojin e mishit që në Shqipëri doli se kishte bakterie salmonel. Të njëjtit në një përgjigje për lajmin e vet, thanë se nuk ka asnjë vendim nga institucionet e Kosovës që ky produkt të ndalohet dhe me marrje të një vendimi të tillë do të veprojnë sipas rregullores së institucioneve. Tash, në momentin që unë poshtë zbritjen e mishit Kapakol, dola në terren që me pa sa është mishi në fjalë në frigorifer të Supervivës, pasi në marketet të tjera të mëdha nuk e kam parë. Unë isha në disa pika këtu në kryeqytet dhe i pyeta punëtorët e kompanisë në fjalë për mishin e bardhë. I pyeta se a ka, sepse ishte në zbritje edhe dua ta blej. Punëtorët më përgjigjen se nuk ka, produkti në fjalë është largu dje nga markete, për shkak të lajmeve që po qarkullojnë se ka salmonel. Pra deri dje ka qenë në shitje, ndërsa sot jo. Përgjigjja e tyre ishte e njëjtë, pra në 4 pikat që isha, ke e njëjta. E qësoj kanë largu? Djena se Arelin, Kapakollin dje kanë hika? Amo dje. Okej, se poshtë që e kishit që Po fund me zbritja më nuk ka. Okej. E keni hek, nuk është ta? Jo, nuk është qështu, më dojnë me një bashkëtime. E qëkuru hek? Se unë edhe për sot e poshtë në zbritje? Për ki po në zbritje, për na kemi hek. Na hek. A nuk është se qëkuru Ja, puna? e që kërkon s'ka. Kur e keni hek, se unë edhe sot e poshtë në zbritje? Po që ka do një lajmë që është me asë shumë? Salmonellë. Po, Shkon qitë zbritje- për kena hek. Dje e keni hek? Po, Kolegën nga portali gjithashtu i kanë pyetur edhe Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe të kësaj, ku i kanë thënë se AUVi përmes trupave inspektues kanë ndërmarrë të gjitha veprimet ekzekutive shtesë për ta hequr dyshimet për mishin me origjinë nga Brazili. Ku tha se pas mostrave të bëra nuk ka dalë diçka e dyshimt që lidhet me incidentin e mishit në Shqipëri dhe se të gjitha mostrat janë mbledhur nga pikat kufitare dhe kontrolli i brendshëm, dhe se të njëjtat janë në laborator dhe ka nisur procesi i testimit. Salmonela, për ju që ndoshta nuk e dini, është një lloj bakterie që zakonisht gjendet në zorët e kafshëve shtëpiake, baktive dhe kafshëve të egra. Zakonisht transferohet në ushqim përmes tokës ose ujit të kontaminuar nga jashtëqitje të kafshëve ose njerëzve, për shembull nga pleu i kafshëve, kanalizimet ose duart e pesta.